Zoti Qori, Po. ju tani ishit bërë gati për zgjedhje, se e pash dhe që dje për përplasëshit me në një televizion. Po. Përplasëshit aty ju, që të këta që hynë në zgjedhje gjithë dhe ti që u konsideroshe si armik që nuk hyre me këta, nuk bashkove. Nëse punë e tyre, por loja tani është anulluar. Gjithsesi sërish ekziston mundësia e zgjedhjeve. Vijoni përgatitjet ju dhe çdo të bëni tani. Atëherë, le të flasim një çik për atë që ka ndodhur. Atë që ka ndodhur pra. Sepse tha zoti Bezi këtu që hodhi dhe hipotezën që KQZ-ja bashkë me qeverinë mund të thonë vazhdojmë punë. Jo, ka precedent. Qofse kjo ndodhur, mendoj që është atentat ndaj kushtetutës, edhe këtu është të vësh duart në kokë edhe të bësh thirrje njerëzve që dalin masivisht në rrugë. Dhe kjo do ishte e papërfitueshme, pra që qeveria të kishte arrogancën edhe tamam frymën diktatoriale që kur gjykata kushtetuese thotë pezullohet dekreti, ata thonë shkojmë zgjedhje. Frika ime cila është që nëse gjykata kushtetuese dhe ju thatë që ka 30 ditë kohë t'jap vendimin, bukur fort. Qofse ekziston teorikisht mundësia që vendimin e jep në datën 2 nëntor, këta ta quajmë, nuk e di, personazhet e qeverisë apo të KQZ-s, thonë bukur fort, zgjedhjet mbas 7 ditësh. Dhe kjo është qesharaka e gjithë këtij procesi. Prandaj presidenti i Republikës ka bërë një gabim të rëndë që ka dekretuar zgjedhjet pa pritur vendimin e gjykatës kushtetuese, unë e kam thënë dhe më herët. Iku kjo. Punë tjetër që ne jemi gjithmonë gati për zgjedhje, kurdo që të bëhen, se gjykata kushtetuese mund mos ishte shprehur fare. Mund të shpreh edhe më vonë. Mund të shpreh edhe më vonë. Prandaj ne si parti, pavarësisht se kishim rezervat tona, nuk mund të mos nxjerrim kandidaturën dhe edhe sot që flasim, nuk mund ta ndalim mirëfilli fushatën, sepse është krejt e mundshme që të dalë Edi Rama dhe Iliana Celibashi edhe të na thonë në datën 2 vazhdojnë zgjedhjet në datën 9, nëse gjykata le të themi jep vendimin përfundimtar që shkarkimi Erion Veliajt është kushtetues. Pra në këtë kontekst duhet jemi gati. Gjithsesi unë do të flas pak edhe për jam shumë dakord me ju se eksponent majorancës kanë thënë sot mbas ditës reagim, ne jemi gati për çdo datë dhe kjo nuk kupton shumë gjëra. Tani mua më duket nga pikpamja juridike unë të them qofsha unë i gabuar që është e pamundur të ndodhë. As partit nuk regjistrojnë dot, se i bie që KQZ-ja dali në datën 3 e thotë deri në datën 4 regjistrohet. Procesi gjykatës kushtetuese në rast se ndodh brenda 31 tetorit, mendojmë që mbaroi tërë seanca gjyqësore, tërë shqyrtimi gjyqësor dhe u tërhoq për vendim dhe dhan datë 2, unë e quaj një proces të nxituar. Kjo nuk ka ndodhur për kërkesa më të ulta. Kuptoj drejt. Gjithsesi ne jemi gati për zgjedhje kurdo që të mbajnë ato, pra do ta vazhdojmë aktivitetin ton, sigurisht do ta riplanifikojmë, sepse është ndryshe kur ti e di me siguri që është datën 9, është ndryshe kur zgjedhjet mund të jenë dhjetor, është ndryshe kur zgjedhjet mund të jenë edhe më tutje. Tani, se më përmende Ylli dje debatin tim në një studio tjetër televizive, ajo që mua më vjen keq dhe besoj ka përshkuar keqardhja ime gjatë gjithë fushatës kurdo qofshin zgjedhjet, është se kandidatët e tjerë të partive tjera nuk kanë për të ardhur ndonjëherë në një debat. Unë shkova dje në një debat në një televizion tjetër dhe në vend kisha 2 kandidat ose 2 gazetarë që do më pyesnin mua, kisha 2 përfaqësues partish që mbështesnin kandidatin dhe ishin zëvendësues të kandidatit. Dhe hajde bëj debat aty pastaj, ti ke një platformë, ti ke një ide, ti kërkon votat e qytetarëve për diçka dhe nuk ke përballë homologët e tu, nuk ke përballë ata që një lloj si ty kërkojnë votat e qytetarëve, sepse nuk e di për cilin arsye, ndoshta sepse nuk janë përgatitur, ndoshta sepse kanë probleme të komunikimit publik. 2 kandidatët që janë përballë meje, zonja Marciliu dhe zoti Binaj, nuk deri më sot paktën nuk janë përgjigjur as ata as stafet e tyre ftesës time të përhershme, të përditshme, do e bëj edhe nga studioja jote, që uroj që të bëhet pas sa i bie 25 vjetësh të bëhet përsëri një debat për zgjedhjet për Bashkinë e Tiranës, siç u bë atëherë midis Edi Ramës edhe Besnik Mustafait, që qytetarët të votojnë me arsye, qytetarët votojnë duke njohur kandidatët, pikpamjet e tyre, programin e tyre, përgatitjen e tyre, sepse zgjedhjet nuk mund të jenë thjesht kurim imazhi, nuk mund të jenë thjesht ti filmo një video 30 sekondshë ku mesazhin të ka shkruar dikush, ti thjesht e interpreton dhe ai mesazh shkon te qytetarët. Jo, qytetarët duhet të kenë mundësinë që ti dëgjojnë të gjithë. Tani, nga ana tjetër, ti besoj vure ndukje faktin që mua këta, sidomos. Jo, ta bëj në formë pyetje unë. Ma bëj, dakord. Opozita u bashkua rreth një kandidati dhe u duk sikur u bë një paqe mes forcave opozitare për të bashkuar votat. Po. Ju pse nuk pranoni të bashkoheni me opozitën? Do rini gjithmonë jashtë?
se u bashku Agroni dhe ata, Agroni ishte dje ky tjetri, a ishte vetë aty, a Agroni kishte numrin 2 të partisë një zonjë, vajzë, dhe tani ti pse nuk bashkohesh? Sepse... Se për shembull Binaj deklarohet si i pavarur. Tani Dhe pse të mos e mbështesë dhe ti? të themi të vërtetën. Të themi të vërtetën dhe të mos merremi me truket elektorale. Jo, pyetje kam unë. Zonja Manastirliu është kandidate e Partisë Socialiste dhe Edi Ramës. Dhe në qoftë se qytetarët e Tiranës votojnë zonjën Manastirliu, kryetar bashkie do kenë Edi Ramën. S'ka pikë në dyshim, më falni. Po, tamam, Edi Ramës, s'ka pikë në dyshimit. Zoti Binaj është kandidat rreth pari Sali Berishës dhe i koalicionit të ri që ka shpallë Sali Berisha me parti që një pjesë prej cilave kanë dalë nga gjiri i PD-s. Dhe kanë vendosur tashmë në një mënyrë tjetër, në çik më të kamufluar, të kthehen përsëri në gjirin e PD-s. Duke tradhtuar në gjykimin tim edhe votuesit e tyre, sepse në zgjedhjet e kaluara, të gjithë ato që quhen partitë e reja, kanë dalë dhe kanë thënë jemi kundër sistemit. Pa nuk kemi vetëm kundër qeverisë, jemi edhe kundër Berishës, jemi edhe kundër sistemit. Ndërkohë që sot të tre ato parti kanë shpallur përmbajtësisht se janë në një koalicion me Sali Berishën, duke mbështetur kandidatin e Sali Berishës për Bashkinë e Tiranës. Që do thotë, nëse qytetarët e Tiranës do të votojnë zotin Binajn për kryetar bashkie, do të marrin Sali Berishën në krye të Bashkisë Tiranës. Nga ana tjetër, kurdo që të jenë zgjedhjet, nëse qytetarët e Tiranës më votojnë mua për kryetar bashkie, do më marrin mua se nuk kanë kë marrin tjetër. Dakord? Unë jam përfaqësues i Lëvizjes Bashkë, unë jam kryetari i Lëvizjes Bashkë dhe ne që prej origjinës tonë nuk na bashkon asgjë me partitë e vjetra të korruptuara të sistemit. Ne jemi parti antiqeveritare, ne jemi parti kundër sistemit të vjetër dhe të korruptuar politikisht, pjesë e cilës është edhe PD-ja e Sali Berishës dhe partitë e tjera, dhe ne jemi kundër mbi gjitha oligarkisë ekonomike, se unë nuk mund të bëj fushat dorë për dorë me Sali Berishën, edhe unë të denoncoj kullat, Sali Berisha të thotë nuk ka kulla, oligarkët janë thjesht ca fakir, që Edi Rama po i bën me zor miliarder, se ata nuk duan, ata po ndërrojnë tregun e lirë. Pra nuk shkon kjo gjë. Qëndrimet tona janë të qarta, asimetria jonë edhe distanca jonë me partitë e tjera politike, nga e pa morale, dhe nga e pa politike, nga e pa programore, është e plot. Në këtë sens, kur do qofshin zgjedhjet e Tiranës, ne do dalim si Lëvizje Bashkë, do kërkojmë vota si Lëvizje Bashkë, dhe unë besoj se sot, nga pikpamja e reputacionit në shoqëri, jemi më të fortë se kur. Pra, ju jeni në punën, ty je duke thënë që jeni në punën tënde, bën punën tënde, shkon kandidonet e gjitha dhe këta tani thonë, po ata kanë idenë tani që ti do marrësh vota dhe këto vota i fiton Rama. Se ti nuk besh kryetar. Do të thënë, këta kanë, sepse çfarë mendojnë? Ata mendojnë votuesin siç i kanë ndërtuar vetë raportet brenda partisë tyre. Pra ata mendojnë që kryetari i partisë është një feudal që ka disa vasal poshtë dhe pastaj ka disa bujkrobër. Pra, antarët e partisë i ka vasal, edhe votuesi ka bujkrobër. Ndërkohë që votuesi, mbështetësi i Lëvizjes Bashkë janë njerëz të lirë, janë njerëz të pavarur, janë njerëz që deri më sot na kanë mbështetur dhe vazhdojnë ta mbështesin për këto ide, për këto parime që kemi, për faktin që i kundërvijemi, po them, Edi Rama, Sali Berisha, oligarkisë, gjithkujt që është një faktor destruktiv në shoqërinë shqiptare. Që do thotë, edhe sikur unë çmendesh, edhe kam thënë edhe herë tjetër, dhe thoja, bëuni me këtë apo bëuni me atë, asnjë prej votuesve të Lëvizjes Bashkë nuk do ndiqte nga pas. Nuk do refuzoni fare të votoni, kështu që edhe nga pikpamja taktike e mblidh vota këtu, e mblidh vota atje, ajo nuk vlen. Tani janë këtu, por shembull që edhe diçka tjetër. Nuk kemi kundër teje. Një minutë. Pse duhet të drejtoni ju Bashkinë e Tiranës dhe jo Binaj ose Manastirliu? Që mund të bëni ju aty duke patur që Këshillin Bashkiake ka Manastirliu aty? Atëre. Përgjithsisht. Kryetari i bashkisë ka ende kompetenca të rëndësishme, ndonse këto kompetenca janë zvogluar me kalimin e viteve, sepse Rama dhe pushteti qendror kanë akumuluar pushtet. Gjithsesi, ato kompetenca që janë dorën e kryetarit të bashkisë, unë besoj, dhe jo vetëm unë, po gjithë stafi në Lëvizjen Bashkë kemi përgatitjen, kompetencën, ndershmërinë pa diskutim, guximin për t'u kundërvënë interesave të pista që e kanë mbytur qytetin tonë. Gjithsesi, ju me drejt mund thoni që Këshilli Bashkiak, në Këshillin Bashkiak, shumicën e ka tjetër kush. Madje mund thoni që edhe qeverinë e ka tjetër kush. Gjithsesi, unë do ju pyesja ju. Më dëgjoj pyetjen. Në qoftë se qytetarët e Tiranës më votojnë mua për kryetar bashkie, kur do qofshin zgjedhjet, ditën e nesërme, si shkon Edi Rama në punë? Si në ditë normale? Normale, krejt. Normale krejtë? Shkon shumë keq. Shkon shumë keq. Në qoftë se qytetarët e Tiranës, po thash shumë keq sepse nuk është asa normale, është më shumë se në qoftë se qytetarët e Tiranës më votojnë mua për kryetar bashkie,
unë besoj që ka një gjatë shumë të madhe që për punë javësh bie qeveria. Sepse është një tronditje aq e madhe e sistemit politik, saqë Edi Rama nuk mund të qëndrojë më kryeministër. Dhe në këtë kuptim, fushata jonë për Tiranën është njëkohësisht fushat për Shqipërinë. Sepse në qoftë se do të na mbështesin qytetarët e Tiranës për të qeverisur Tiranën, efektet kanë për të qenë jo vetëm administrative, jo vetëm pushtetin lokal, por edhe në pushtetin e qendror. Do të nisin transformimi i shpejt politik i Shqipërisë, prandaj ne ngulim këmbë që fushata e Tiranës nuk është vetëm lokale, është dhe politike, dhe prandaj kjo është arsyeja pse unë jam kryetari i një partie dhe jam përsëdyti kandidat për kryetari i Bashkisë Tiranës. Tani zoti Qori, ju jeni mik i emisionit të ekspozohet, ne do t'ju kemi thirrur vazhdimisht dhe të thresim vazhdimisht, akoma më shumë tani, sepse Partia Demokratike ka bërë të njëjtin veprim që bën Edi Rama. Edi Rama ka kohë që nuk i dërgon njerëzit për emisionet, tani këtë vendim e ka marrë dhe Partia Demokratike. Mirë po, Partia Demokratike ka marrë këtë vendim kur Rama ka të gjitha pushtetet dhe Partia Demokratike ka nos rrokun. Vetëm këtë kishte, si thotë Edi Rama, ka nos rrokun. Edhe televizionet. Tani ai thotë Arlind Qori, të nderuar miq të Partisë Demokratike dhe të partive të tjera, vjen në studion tonë dhe nuk pyet asnjëherë se kush është përballë. Ka avokatin, ka preqin, ka bushatin, ka Nazarkon, tjetrin apo tjetrin, nuk do t'ja di fare. Jo, në krah dhe pa krah. I pranon njerëzit, bisedoj me ta dhe ka përgjigjen e vetë si politikan. Nuk e ka. Nuk ka çfarë të thotë, pastaj do fshihej dhe ky. Po ky nuk fshihet për këtë arsye, se ka të thotë mendoj unë. Je i mirëpritur gjithmonë te ne. Unë të falenderoj. Në çdo çast, në çdo moment. Edhe është përgjegjësi mendoj një përfaqësuesi politik që të dalë sa herë thrasin, të shkojë në çdo studio. Këtë studio unë ndihem goxha i mikpritur, po të shkojë edhe në gojë të ujkut, si i thoshin dikur nëse e ftojnë, sepse është detyrim për të folur para qytetarëve. Sigurisht e vërtet ajo që është fatkeqësi që qeveria nuk çon. Ja dije si në një kurth ishte. Nuk çon. Më së shumë ti. Prapse prap. Ti shkon kudo. Unë nuk i them kur një gazetari nuk vi unë se do vi filani. Kur. Shkoj dhe përballem. Po do them, për sa i përket, sigurisht qeveria që kur ka ardhur Rama në pushtet ka bërë një dëm të madh që i ka depolitizuar komplet ministrat dhe përfaqësuesit politik dhe asnjë nuk del në debat as me rivalët e vet politik, as me gazetarët. Mirë, po prapse prap, detyra një partie opozitare është që të vazhdoj komunikimin e publikut. Pra, edhe unë do doja që në studio të kisha deputetin e PS-s, ministrin e PS-s, Edi Ramën, Manastir Liun, so do doja t'i kisha, se do ishte shëndetshme për demokracinë. Por momenti që ata zvinë, është turpi tyre. Unë ka për detyrë të flas me turpi madh, vile, turpi madh. Unë ka për detyrë të flas me qytetarët. Vite që unë nuk mund të them që meqense ata bëjnë një turp, unë do t'i përgjigjem turpit me turp dhe nuk do vi unë. Jo, unë do vi të flas me qytetarët, të flas me çdo që është rreth e qarkmeje, qofshin gazetar, qofshin analist, me të gjithë. Me të gjithë dhe kam sigurisht një analogji me pavarësinë e supozuar të kandidatit të PD-s. Në vitin 2000 janë bërë zgjedhjet lokale në Shqipëri dhe formalisht Edi Rama është pallur si kandidat i pavarur. Ka hyrë në zgjedhje si kandidat i pavarur me mbështetjen e Partisë Socialiste. Kështu që është e njëjta skemë që këta tashmë kanë kopjuar nga Rama, që thonë që ka një kandidat pavarur, por në fakt është kandidati në radh parë i Sali Berishës, që do thotë fushatën do e bëjnë njerëzit e Sali Berishës, do përfitoj nga mediat e Sali Berishës, do përfitoj nga financimet që vinë nga partia e Sali Berishës, për pasoj nuk është kandidati pavarur nga Berisha, dhe sa kohë Berisha është në shërbim të oligarkëve, nuk është as i pavarur nga oligarkët. Gjithsesi, pyetja që shtrove ti është që tashmë ne kemi një koalicion të ri partish. Po ndodh një koalicion të ri partish, që është përtej Tiranës. Sepse është e njëjta skemë që po zbatohet në të gjitha bashkitë e tjera. Ky rast apo duhet të dëm shumë toti. Unë po dëgjoj që po eksperimentohet si logjik edhe në bashkitë e tjera. Pra kanë filluar dhe aty, Berisha do të futet me të pavarur, këta tjera thonë do të shkojnë nga mbrapa, që praktikisht kjo është shpallja e një koalicioni të ri, ku Sali Berishës janë bashkuar të gjitha partitë e reja përveç Lëvizjes Bashk. Dakor? Por këta kanë turp ta thonë tani. Jo se nuk dorim shumë preç. Se po vetëm këtu. Ylli, këta kanë turp ta shpallin. Vjen edhe një tjetër që futi me reklame dhe. Ylli, ikën fare. Këta kanë turp ta shpallin tani direkt koalicioni, sepse këto kryetarët e partive të reja besoj kanë frikën se ata që i kanë votuar deri dje, sot ndjejnë erën e tradhtisë. Dhe përpiqen të thonë që jo nuk është koalicion, jo po do ndodhi pastaj. Praktikisht kemi një koalicion të ri, janë futur të gjithë në sqetullin e Sali Berishës. Nuk e di se çfarë do bëjnë. Një fjali për tyre, por ama kjo është e vërteta.